Historia e Musës a.s. është një udhëtim i jashtëzakonshëm i besimit, guximit dhe përballjes me padrejtësinë. Është historia një foshnjeje që u hodh në lum, por që u rrit në pallatin e armikut të tij. Është historia një njeriu që ndjeu peshën e përgjegjësisë e që u kthye me forcën e shpalljes për të përballur faraonin, simbolin e tiranisë më të madhe në histori. Musa ishte pejgamber i shpalljes, i çlirimit, i durimit me popullin dhe i dialogut me Allahun subhanahu wa taala. Në zërin e tij kishte frikë, por me zemrën e tij jetonte besimi. Në jetën e tij kishte sprova të mëdha, por edhe mrekulli që tronditën tokën dhe qiellin. Historia e Musës a.s. është histori për çdo njeri që ndjehet i pafuqishëm, por që ka zemër që beson te forca e Allahut subhanahu wa taala. Musa a.s. pavarësisht një pejgamber i dërguar te Beni Israel, të një popull zullumçar që më shumë te Allahu subhanahu wa taala që ka dërguar pejgamber kanë qenë Beni Israel. Dhe sikurse pejgamberët e tjerë para Musës a.s. edhe ky e kishte po të njëjtin tretman me ta. Popull zullumçar, andaj dhe Allahu subhanahu wa taala jo rastësisht i shndroi në dera dhe majmun. Andaj edhe Musa a.s. për një moment caktuar, pas tiranisë madhe, pas zullumit madh që u bë, atëherë e pa tudhës që mu largu për një kohë caktuar nga ai popull dhe doli në një pjesë tjetër dhe aty jetoi për disa vite. Atëherë kur ishte i vetëm, atëherë kur nuk posedonte asnjë gjë vetme, atëherë kur ishte i vetmuar, atëherë kur s'kishte prehje dhe asgjë tjetër përveç se i kishte mbetë një dua caktuar, cilën kur e bëri, atëherë Allah subhanahu wa taala ja zaventësoi çdo gjë që i kishte munguar me ata që kishte kërkuar nga Allah subhanahu wa taala. Në një vend ku nuk e njefte askënd. Po atë vend i ndihmoi dikuj që më vonë mu bë pjesë e asaj familje dhe mu bë familje me ata njerëz. E kur erdhi momenti që me shpreh ato që e kishte brenda vetes së tij, te Shuaibi, të një njeri i urtë, ja tregoi historinë e tij, se pse ka ikë nga Beni Israel dhe pse ka ardhur te kjo pjesë për me jetu një kohë caktuar. E Shuaibi i tha, mirë ke bo se je largu prej një popull zullumçar. E gjeti një prehje, aty jetoi me ata dhe aty u bë një familje. Allah subhanahu wa taala drejtoi me një lutje. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Allah, o krijuesim, çka do që më jap kom nevojë në Allah. Gjithaj humba, kur gjë s'kom me vete, as kom pasuri, as kom familje, as kom shtëpi, as kom vend, kur gjë s'kom Allah. Mirë, po çka do që më jap unë kom nevojë Allah. Krejt i kom humb. Kur gjë s'kom me vete. Andaj Allah, për teje po lypi çdo send. Kofte vogël, kofte madhe, ata që tek i përgjith për mua Allah, më jap sa unë kom nevojë. Allah subhanahu wa taala përmes kësaj duaje e bëri që më martu, e bëri që më pas familje, e bëri më rikthym popullin e tij, e bëri më rikthym me pejgamberllok dhe më përball me tiranin e kohës, me vet Firaonin, për cilin Allah subhanahu wa taala i dërgoi shpallje dhe e theu tiraninë e tij dhe e theu edhe detin për ta shkatruar këtë tiran dhe Allahu me mrekullitë e tij që i japi Musës a.s. e bëri fitimtar dhe u bë shembulltyra se pavarësisht sa është tirani i fortë dhe sa ka pas vete forcën, duhet ta kujtojmë se Allah subhanahu wa taala është më i forti dhe Allah subhanahu wa taala i takon udhëheqja dhe sundimi dhe për Allahun mjafton vetëm me thonë bëhu dhe ajo bëhet. Ata që kërkoi Musa a.s. prej Allahut, ajo edhe u bë. Ata që Allahu ja kishte premtuar Musës a.s. ajo erdhi në vend, në kohën e duar, në vendin e duar dhe u bë ai që Allahu kishte kërkuar nga Musa a.s. pejgamberi, referenca e atyre që vijnë pas tij për të treguar se jeta e Musës a.s. është një shembull për neve për me jetu pavarësisht sfidave që i kemi, na mjafton vetëm një dua. O Allah, pavarësisht çka më jep ti mua, kam nevojë për ty, Allah.